Po kur bëjnë immoralitet, mohojnë çdo gjë dhe nuk pranojnë ndarjen, atëherë, pra një person i cili thot, pra bashkëshorti ose bashkëshortja ka parë diçka të dyshimt, por ai e mohon, thot jo, thot nuk ka diçka, pra nuk ka immoralitet. Atëherë duhet ta dish që mos sot nesër gënjeshtra, si thot një fjalë e urtë, i ka këmbët e shkurtra. Pra, Allahu i lartësuar, nëse ky njeri nuk pendohet, pra nuk reflekton, nuk ndryshon, dije që do t'i dalin të palamet. Zot na ruaj. Prandaj këshilloje të reflektojnë, ndryshojnë. E nëse është mundësia, pra, që familjat shkojnë përpara, mos shkatrohet familje për dëshira, për cytjet e shejtanit, për pra gjërat jo të hishme, elhamdulillah, të ecë familja përpara. E mos shkojnë njeriu drejt immoralitetit. Është shkatrim për njeriu, shkatrim për familjen, shkatrim për shoqërinë. Në këtë botë, ndërsa në botën tjetër imoralit i pret dënimi kopshëm. Nuk e do bashkëshortin, nuk e do bashkëshorten, më mirë ndahu. Pra nuk shtyhet jeta, si thon, sepse shiko, çështja e martesës, familjes, ka shumë gjëra pra që atë lidhje e mbajnë bashkë. Dhe shumë gjëra pra mund ndryshojnë nëse kanë sinqeritet me njëri tjetrin. Ka luhatje, por nëse kanë sinqeritet me njëri tjetrin, me lejen e Zotit gjithësisë kanë për të ndryshuar gjërat. Me kalimin e kohës vazhdojnë përgjegjësi tjera, pra jo aventura e tregonte dikush para pak kohësh, pra më shkruante pra vajza ishte me fëmijë, shkruante për nënën e cila në mosh pra kishte nis aventurat. Zot na ruaj. Thiri mendjes, ke për dali ditë para Allahut lartësuar. Je përgjegjëse për familjen. Vjen hadith, përgjegjëse. Prandaj friksoje të madhit Zot.